Njerë jam bo 10.000 euro, edhe kanë thonë që në që ato 10.000 euro të jepëm lajmë që po jesin edhe 35, pa pagu tash. E ja kom dërgu në ato 10.000 euro, masa ne jem bo edhe 8.000 euro, e kanë thonë që në edhe që ato 8.000 euro të jepëm lajmë që mu mbledh ma shpejt të ishe pare, se po jesin ma pak. E prikoj të ardhen pare ty, për këtë njëzën në për Kosova? Pej diaspore, pej Kosove, këtu, pej tononve. Jam në Shqip Koptës të Mitrovicës, edhe afër meje kam zotin Mursel. Kjo është rasti i tretë që na se paku e dim, që kanë rrë prej mashtimeve të kompanisë turistike shëndetësore CR Global. Për dallim prej rastit të parë të grusë e Ferizajt, që ne keni pa që qysh ka shku, e dytë keni pa të satelitit të Sturejana, kjo është një rast edhe ma Iran për dy arsye. Arsyeja parë, që për dallim prej rastit tjetër të në Deçan, për zotin Mursel kanë dobu pare njerëz jashtë arretit të familjarë. A mundesh më na kallëzu kur mas pari ke ra në kontakt me këtë kompani, edhe qysh? Në kontakt kam ra mas pari për këtë kompani për mes Elmaz Misinit. Une, a ke po dikun, a për shumë rasti më herët që i kum folin me ta, për shumë a e ka po në Facebook. Që ato tani ka një qëto komunikimi, ty atje ke po dikun kompanin, apo të ka ardhë dikush një person edhe ta ka prezentu? Jo, ka ardhë. Okej. Që që kishë pas morë vesh aj për gjendin e fëmijës tanë? E ka morë vesh në firmë këtu në Viva Fresh. Okej. Që e kem një fëmijë të smut, edhe jem drejtu e këtu. Në kanë thirë në telefon, jenë orë... Kështë e në mozive që shku Viva Fresh edhe u rëllafja, po që nuk o lidhe heq, më në shmi edhe me full. Për mes që shu, ase e kam qëto një kushi, e kam pas gjallit smutaj. Okej. E ka shumë Turki. Kur e ka kry, nana e ati gjallit e ka lajmë e masën për gjallit. Okej. A përdojnë vish pse për bëj këtë pyetje, është vish që unë përdu me jetu, përdu me këshyrë... Qaja se mos ndruhen, nuk është ne farsantite, vish përdu me këshyrë qysh ata, qysh ke kompani ka përzgjedhë ta njerëzit për mja marrë paret. Për shta përdu me ditë, se ka format ndryshme. Okej, për mes një njerit këto. Qysh janë prezentu ata kompania? Ase që kërë një mazit, qysh ta ka prezentu këtë kompani? Si të shka? Qka është spital, është kompani që qënë Turqi, apo veç nga bënë lidhe me qënë Turqi? Jo, si spital, si kompani këtu, si zyre që shme thonë, edhe nga ka drejtu e për atje. Okej, a të ka kërku, qësh ka ndodhë takimi me atë kompaninë në Turkja? A ke shku atje, apo kanë? Jo, kanë thirë në telefon edhe e nërë në shpe. Kanë orë në shpe këtu? Po. Edhe qatë thane? Po, këtu konë edhe kë Armar Qeleka, që shë pa. Po, qaj, drejtori, po. Ka qenë aj, Këtu orda? Elmozi pu, Po. edhe Emiri u konë me ta. Okej. Edhe, qysh shkoj biseda që të e para? Biseda. Ata të prezentun ty si mundësi këta për me Po. shëru djallin. Po. Atë lëp, qatë lëpën? Më lëpën dokumentat e djallit, Po. me këshyrë qëfar smuje e ka kështu, Në rregull. e i kena qu dokumentat atje, ta ishe i kanë marrë dokumentat, jenë këthy dokumentat, Këtu t'i këshyrin dokumentat kur erdhen këtu, a? po i kanë... Qaj doktori Amar, Qaj po. Amar Qeliku, Po. E që ato i ranë fije qa kamet e me këtë djallja? po. Okej. Edhe kena bisedu në grupë kështu edhe me telefon, Okej. a ju prezentaj ke si doktor që shme thonë mjek, thoi ke që kryhet kjo operacion, edhe kam bu 45.000 euro. Kanë thonë që kushton qaj Po, operacione. që kjo operacion kushton për 45.000 euro. Po, pa e zbulu identitetin e fëmisë e sane, vish me nga kalëzu pak, që shukon në gjendja e ranë e fëmisë qatë ko? Që shukon në gjendja e djallit qatë ko? A u konë në gjendje shumë e ranë që është me shku gjithë shysh në spital? Po, okej. Për që ta tani ti edhe ke shku të këta, po? Po. Okej, e qysh ka, ti ke thonë si ke pas paret, apo? Jo, po rëtë si kum pas. Edhe, këta kompani erdhen me një ide, apo që Po, me ti mbledh paret, apo? Po. A më shumë ka dzu paka shumë qysh ka shku që e ko? po këta kanë thonë me qitë në Facebook, Po, t'ju jenë. këta që shë kanë qitë. Po, okej, nga për rrite sociale. Jo, veç pak. Ata nga kanë ardhë
me na kanë thonë që nuk qitet në Kosovë heq, do me thonë mediat e Kosovës jo. Okej. Ne kena për jashtë vendit. Okej. Kjo video del për jashtë vendit. Okej. Qështu na kanë Qështu? thonë. Do me thonë tani, na videon e kena po faqet e Elmaz Misinit. Okej. Okej. Jo. Po, qështu u kanë. Kur është bë video që unë e kom marrë dhe kom bë këtu, është qenë një faqe në emër Kremit. Facebook. Masandej që Ta faqja kryej. kur Mandej që i Ta faqja kryej. jo që atëherë. Video e parë u dalë te Elmaz Misini, Çfarë dish ta në kryej? faqe ti. Faqja kur qenë në Facebook, sponzori ju është bën perëndim asaj faqes. Po çka ka kuptu opinioni këtu, për shkak se televizionet tjera kanë ardhur në shtëpi, edhe na kemi shkuar në atë dhe, pastaj ka kuptu opinioni vendor. A është kështu? Atë veja është e fundit. Qëne ju kom veç të, Mhm. për të mirën tene, Mhm. ta shyre, mos na ndodhë diçka e keqe se në për spitale na shkoj ma orë djalin spitale. Mhm. Keni thonë pa problem, ju pe gjepit ju keni thonë s'keni me qitë kur gjo. Çish? Ju, hargjimet e juve pe gjepit ju s'keni me qitë kur gjo. Po. çish. Edhe e keni thash po djali është i rritën shumë po pe brin që kjo e kamerave me qitë në për media në prasi. Ju ka Plot thonë drejt. se djalin nuk e sheh tha se është jashtë vendit. E për Kosovë tha ajo media nuk del heq. Po s'ka vanu shumë me thonë. E kush minimu ata? Gurbeçit. Ta kanë pas me qitë bish në për Jashtë vendit. jashtë vendit, ju Kosovë mu sila jashtë. Ajo çfarë ka ndodhur më pas tek familja e Murselit është diçka që nuk është pa në ndonjë rast tjetër. Spitali, përmes agjentëve të tij, do të angazhonte familjen që të delte nëpër mediat e Kosovës dhe të ekspozonte fëmijën e tyre dhe të kërkonte para. Kjo fushat ishte realizuar me sukses duke u mbledhur 18.000 euro. Familja kishte bërë dy pagesa, e para 10.000 euro, e dyta 8.000 euro. Por, i gjithë shërimi që sipas kompanisë CR Global do të kushtonte dikon 45.000 euro, në fakt nuk ishte kështu. Në pjesën e dytë do të dëgjoni se si familja e kishte kuptuar se një njëjti operacion mund të kryhej edhe me 25.000 euro. Kur e kishin kuptuar këto, ata kishin kërkuar për kompanisë CR me tërheq mjetët. Kjo nuk ka ndodhur kurrë. Jemi në vitin 2026 dhe ende familja është në pritje të 18.000 eurove, të cilat i ka marrë CR Global. Në pjesën e dytë të dëgjoni peripecitë në të cilat ka kaluar kjo familje. Sa herë është thonë që do të shërohet djali, si do të mblidhen parët, një eksperiencë në të cilën një familje që ka rastin, sikur kjo që ka pas me djalin e tyre, nuk është dashur me kalu, por kjo ka ndodhur për shkak që kompania ka dashur shkurt e shqip me ja marrë parët. Njerë jam bo 10.000 euro, Okej. edhe kanë thonë që në që ato 10.000 euro të japëm lajmë që po jesin edhe 35. Pa pagu tash. E ja u kom dërgu në ato 10.000 euro. Masa ne jem bo edhe 8.000 euro. E kanë thonë që në edhe që ato 8.000 euro të japëm lajmë që mu mbledh ma shpejt të ishe parët se po jesin ma pak. E prikoj të ardhen para ty për këtë njerëzën në për Kosova. Pej diaspore, pej Kosove këtu, pej tononve. Me këtë CR Global, a keni nënshkruar në ai dokument? Kurgju, pos që tu që ja u kom dërgu parët une, Okej. kurgju tjetër. Dhe më fillimi 2025-s e keni vendosur mos me çumo djali përmes tyre. Edhe për atë moment ata ju kanë thonë që nëse nuk e bëni të na, as parët nuk ja kthejna. Po. A jam të kuptu drejt? Nëse pajtoni mu kthy apet me neve, jena mirë, ju Po. presim edhe ju shujna kështë në spital. Po. Vazhdojna, A më do të më bëj 45.000? Jo. po, Po. 45.000. Okej.